Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Falenderimi më i madh shikues. Ku zemra më mbot mal, jeni ju. Shka qenë emri? Egjeli. Lindita. Ketë kanë kish aty. Veç mu s'm ka thinë emision. Kjo është no comment. Oh, keni mu knaq. Dhe ja. Jam shu kështu pjatës. Mirdita? Ej, apo... ama ty era po të vjen pa lidhje. Shumë krip ka shikus. Për një ma, te për e mirë, po pas na me pi ujë 2 det. Shumë, edhe ti pak i qita, apo? Po duket veç Pak levore. Amare Hotel, pushime të paharuara për ju. Zbuloni elegancën dhe qetësinë që ofron Amare Hotel. Një vend ku çdo detaj është menduar për kënaqësinë tuaj. Dhoma luksoze me pamje mahnitese nga deti ju ofrojnë qetësi shpirtërore dhe rehati të pakrahasueshme. Shërbimi profesional i stafit tonë dhe kuzhina e pasur me ushqime të shumë llojshme, të përgatitura nga mjeshtrit e kulinarisë, do të kënaqin çdo shije. Beach Bari ju pret me koktije dhe pije freskuese, ndërsa pishina tona, veçanërisht ajo në katën e fundit, ofron pamje të jashtëzakonshme që nuk harrohet lehtë. Verën, perëndimin magjik të diellit dhe luksin që meritoni, vetëm në Amare Hotel. Mirë më gjesi, tash hina të tavolina, shikus. Na pas ka shi tavolina. Njerë ka shtu thonë, kush në ka vjetë tavolinën. Zdia në banë e mend. Ishë më në ndesin të momente, kur e kemi një sezonën, kom thonë, ishala, mirë me ushita, pëtëm, po sas na u ka kryo emisionet, pëse që Alberto shikus ka plët tavolina, po si pas ka shku mendja me ma asil të një trumbullak, të zë diçka. Si do që t'jek, edhe pse jemi në fund sezonës, para se të futem të kuzhina që na ka vlu uje, po du me i falenderu gjithë bashkëpunëtorët e me, të cilët i kanë thënë po shije sanës duke filluar nga Ciao Berto, uji Tepelen, ujin më i mirë shqiptar, kompania Mitelko me produktet Migrosi më të mira italiane, vaj Monini, Ponti, Scotti, etj. Falenderimi më i madh shikues. Ku zemra më mbot mal, jeni ju. Mos t'ju kish pëlqy shija e anës dhe unë shikues, sepse vjen i koko, u bu bajat, shky moderator, kjo moderatore, unë të diqem. Fal juve, fal komenteve, komplimenteve, mesazheve, ndonjëherë dhe kritikave. Kritikat na rrisin, duke shku mosha, disa gjana kur si kemi mendu, ndërsa të mizetat,
rridheta ti mendoj ndryshe, edhe ue, për një me, që ajo ku ka konë që kjo. Faleminderit shumë, krejt diasporës, e përshëndes Kanadana, nga Kanadaja kam mesazhe nga Suedia që më vinë në YouTube. Dhe këto momente shikues jemi live në kanalin tonë zyrtar, shijanës YouTube, po pra shijanës në YouTube. Like, follow, subscribe të gjitha kanalet tona zyrtare, Instagram, Facebook, me iku zëri. Jëm fop, por jëm knaq. Isha një weekend 3 ditë, Bregdet, shumë afër, 2 orë gjysmë shikues e kemi Shëngjinin. Dhe atje keni Hotel Amare. U riktheva, nxora një storje, kënaqësi të rikthehesh në këtë vend, në Hotel Amare. Futeni në dhomë, pamje nga deti, zbrisni nga hoteli, kaloni rrugën dhe jeni te plazha. Edhe i shapni kafe shumë e mirë në plazh aty. Jam kënaq, këmbët në rrër, pse shihni në rrër shikues, në zallë, frape, jam shkri. E keni Amare në Instagram shikues, i shkruani dhe shkoni, knaquni, po e shfrytëzoj rastin pa fol me Amare, kur si shkruani, thoni shijanës ka thonë që kemi ulje 10%, dhe besoj që ju japin sepse janë shumë të mirë krejt ekipa duke filluar nga recepcioni. Atëherë këtu po ishini produktet më të mira italiane për të ftuarën time, të cilës i kam thënë që sot na vi unë, po shpresoj që kam na ardh unë. I kam thënë që kam gatu risotto dhe pak ma herët na ka vlu ujë shikues si gjithnjë. Në këtë këtu të thellë kam 2 kocka supe të perimeve. Do të realizojmë një risotto me pesto. Jemi mësuar që peston genoveze, më të mirën, originalen, italiane që e keni nga Tigullio shikues, ta shfrytëzojmë në marriminimin e pulës, në ndonjë sandwich, sidomos në pasta. Por unë kam vendosur sot që një person i tejet pozitiv, siç është aktoria e dashur dhe shumë e buzëqeshur, Gjelane Tërbunja, i gatuaj një super arborio nga Skoti me pesto, një pjatë të gjelbër. Në fund mendova që ta dekoroj me levore, limoni dhe pak djatë grana padano që do ta shkri fare shumë. Kam kënaqësinë pra shikues që sot tek Shija Anës, meqenëse jemi në fund të sezonit, unë gjithnjë si në fillim, si në fund të sezonit i zgjedh me shumë dëshirë, sepse unë nuk ftoj të ftuar, veç hajt ta ftoj. Se nëse s'm pëlqen, s'mojmë i gatu shikus. A i ki pa, kur e ftojmë një shoqe, të një familjar, të një kolegë, kemi dëshirë me angën i darë, pra të mësën 30 me atë person. Nuk mbaj mend qofse e kam intervistuar deri më tani, më duke që jo. Nëse po, kom haru se moti që sa në televizion, jo, po më duke që jo, shikues. Pjesë e projekteve të ndryshme, filmike, serialeve, dikur pjesë e serialit të njohur të Stupcave, me Gjylën atje, s'pe mbaj, që ka qenë emri? E Gjeli, po që ka qenë emri ytë në atë serial. Dindita, e bani me në Dinditën, shikues, ha? Dhe vikendi, po thot, dhe tjere. Po pas të një emision, veç qesh, a kesh. Veç kesh. Ketë kanë kesh aty, veç mu s'm ka thi në emision. Mëse s'm ka thi, mëse di, po s'ka lidhje, gjuna që së shkuj emision shikues sot. Dhe me këtë lule për duhet të shëndet shikues Ulipan Flower Shop, kaloni në qender, e keni mu në rrugën Recep Luce, gëzojnë i dika, pa arsye. Dhuroni pra lule, pa arsye, pse du të me prit 8 marsin, 7 marsin, Shën Valentinin, heq dyshys shqiptar, si janë romantika. Pianisit pi babës tem, e më ndejte ata tjerë, se thoi qa për të tona. Sa kja jeti romantik heq, oskë. Kur kryet nërë emisionit të meri, që ja Lena s'grujtë të lule. Aja qove si ja kishë gjushë e kusë, kur erë tha ishë në dha. Po shpresoj që ndonjë herë të bëhemi romantik, po shpresoj. Duhen me qenë nështë edhe nanat romantike që ata djemë kur t'i risin, me imësu me qenë romantik me të dashurat, apo kesh të thonë gratë të tyre. Kështu shikues. Jana Isufi, faleminderit e dashura. Kemi talente, Jana Isufi. Krejt ty që keni dasma, diaspor që du të vini në Kosovë, Mikalit, Flok, i lava vetë djetash. Jana veç që tu një punç edhe grimon. Kanë kalu orë që më ka grimu, por ja që duart e arta të saj nuk kanë afat. Atëhere, pa humbur ko, kesh duke thënë që
Po e lëshojmë shporetin po, valla. Ja. Po e lëshojmë direkt shporetin. Do ta shkrijem shikues gjalpën bashkë me gjalpën. Do të përdorim edhe vajin monini, ku do të përgojmë një qep të kuqe, sepse do të gatuajmë për më të mirën, se harova me ju thonë që Gjejlania ka qenë pjesë e një super filmi tani që ka qenë kinema në vendin tonë. S'po flas më tepër për këtë film, kom qenë në kinema, kom qenë në premier, e falenderoj nga zemra, falenderoj Gjejlania që më ke ftu. Edhe më vjen shumë mirë që kom pas mundësi me shku, sepse shpesh ndodh që jam e zënë duke montuar emisionin ose diçka tjetër ose si jam fare në vend. Do të flasim për këtë super film. Edhe kaq, mos ndroni kanalin sepse risotto po ju pret dhe Gjejlania s'pas na ka. Që prej 1787-ës, uthulla balsamike e italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza eksperiencë, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura Rushi, numër 1 në Itali. Shikues, është momenti për të gatuar super risotto në kremoze. Sot do të shkojmë me një shije tepër të freskët që jeni mësuar ta gatuani, ta përdorni në marinimin e mishit, sidomos pulës, në pasta, por edhe në sandviç të ndryshëm. Kemi pestën genovese, super kremoze kësaj radhe, ta përdorim nga tigulli sepse keni 2 lloje në markete. Kjo është no comment. Oh, keni mu knaq. Gjithë një pjatë e gjenëve. Taman si Kristina e bukur e jona. Dhe në fund, po mendoj që pak livore limoni dhe gjatin grana padano që jep super shije. Besoj që Gjejlana do ta shkrije kjo pjatë. Atëherë, si që thash, kam vendosur atje gjalpën, pra këtu në tenxhere kemi gjalpën që veç po shkrihet, po thuajse. Do ta përdorim edhe pak vajin më të mirë italian monini, duke e shtuar sot një gjysmë qepe të kuqe. Krejt e dim që qepa e kuqe është tejet intenzive, hajtë thash ta ndrojmë pak. Kisha haru me bledh bardh, shqyr që lloj gjigjo në frigorifer shikues, por është më intenzive dhe do t'jep ende më tepër shije në pjatën tonë. Ja, pra tani do të presim që ta fërgojmë qepën. Ja, mirë, do të presim pak. Tani do të vendosim pak dete, ja kështu. Edhe do të shkojmë me piperin e zi, i cili pa tjetër do të jep shumë shije. Dhe do ta përzijim mirë e mirë. Okej, shikues, e pa që vendosa edhe krip detit, edhe piper të zi, mos harroni krip shumë pak në momentin kur i përdorni kockat e supave, sepse ato janë vetëm me shumë krip. Ja u kam shpjegu qindra herë si realizohet një risotto, pra duke shtuar ujin pak nga pak dhe duke e përzier gjithë kohës. Kështu që shihemi pas pak. Ja, pra shikues, po e shihni, o zot, ja, sa mirë ka fillu kokra me urit, pasi që ka fillu që të na zihet orizi. Do të vazhdojmë, pra, si që kam shpjegu, pak nga pak, duke e shtuar pra ja kështu ujin, ja edhe pak. Dhe do ta përzijem, do të vazhdojmë realisht, ja kështu. E pat, pra shikues, që kokra ka fillu me urit, kjo tregon që ka fillu me uzi. Edhe arbori është tipi për risotto rizi më i mirë. Gjenë në gjitha marketet shikues kotin. Shqyr që kemi sot produktet mira në dyqanet tona.
Mos harani pra asnjëherë të ndaloni së përzjeri, për ndryshe nuk do t'jetë risotto. As kapakin mos ja avnoni, se bëhet pilaf mandej. Kështu që duke e përzi, mandej drejt nga tenxheri janë pjot dhe o la la, keni me ushkri. Okej, shikuet, besoj me në 3 minuta risotton e kemi gati. Tani do të vendosim pak nga djathi grana padano, pak do ta lejmë ja edhe pak. Do të na bëhet ande më kremoze dhe krejt në fund kur të na zihet do të shtojmë edhe pak gjallë dhe peston nga Tigulio që i kemi super kremoze. Ju thash i keni 2 lloje në market. Kjo është kruna aty që është më kremoze. Bëheni me atë. O zot sa mi po duket. O kemi mushkia sonë s'ko mangër shikues. Okay. Wow, ja pra shikues. Ja. Sa kremoze, a? Të shtojmë vetëm edhe pak ujë për herë të fundit realisht dhe e kemi gati. Nga kështu. Shikues e provova. Fantastike. Tani, krejt në fund, do të marrim gjalpën, por edhe peston magjia në këtë pjatë. Do të vendosim krejt në fund, do të shkojmë duke e ullur temperaturën, do të shkojmë duke e shtuar edhe pak gjalp, edhe peston, do ta servojmë në pjatë, o zot, do të shkrijeni, do ta shihni ja tani. Ja pra gjalpën e kemi vendos dhe ja. Kjo është salca nga pesto, Tigulio. Ja, e keni kremozo, e keni super kremoze. Tani, do të marrim nga pestoja disa lugë. Sa t'ja do i zemra? Ja, unë do të shkoj 1 lugë e mesme, 2, 3, dhe për këtë sasi të risottos mendoj që 4 lugë janë mjaftueshëm. Hajde 5, po shkoj me 5, ma falë. Dhe, wow, ja edhe ngjyra ndroj, edhe u bë super kremoze. Fal gjalpës, fal Tigulios, fal super orizit, mamma mia. Wow, shikues. Ja, nuk e di ca që jam unë të me marrë veç, ja e kemi super kremoze. Do ta ndalim shporetin. Ja, no comment, e gjelbërt e mirë kremoze, wow. Okej, pra, risotton e kemi gati, do ta largojmë këtë shpatull, ta marrim 1 lugë dhe ta marrim këtë, sepse do të shkojmë tek tavolina, ja. Wow, inhalim, ja. Se di do me thona është krem, por është super risotto, ja. Ma mirë se në italyre, ma mirë, ja kemi marrë dorën. Kom mendu, ju kom tregu shikues ma herët. Gjithmonë e kom mendu që, s'ko me ditu në kur me bo risotto, po ja që krejt po umë së ishin. Veç, a ke dëshirë dhe vullnet. Dhe ja. Wow. No comment. Ja, pra. Ja, pra. Super risotto, ja. Ja, do ta mbushim mirë, se gjeki kam në ardhund. Ja. Okej, tani ju kam mësu. Do ta rafshojmë pjatën duke jam shu kështu pjatës. Ja, wow. Shiqoni sa bukura, asnjëherë mos e rafshoni me lugë, sepse deformoni. Ja, pra, o sa bukur po duket, shkëlqyshëm, no comment. Tani do ta vendosim këtu. Dhe, kemi këtu djathi grana padano, dhe them që ta dekorojmë në këtë formë, ja, vetëm në mes, ja. Dhe, si që thash, tu kemi gjys limoni, ja, kemi gjys limoni, dhe unë them që të përdorim vetëm pak nga lëvorën e limonit, sepse është tetë aromatizues, shikues, ja, pra në këtë mënyrë, vetëm pak. Ja. Ja, pra, përdorim pak nga... Okej, përfundua me livorën. Tani,
është momenti, ha? Prit. Ja, kështu, tash është mali. Dhe kjo është pjata ime. Ja. Mezi s'po pres, ha? Te e që mund të shikos. Lumë shinduar t'juve kur t'a bëni, e me shpresën që edhe gjekit do t'i pëlqej kjo super pjata. Ja. Shikues, kemi këto dhe pak djath, ja, pra kështu, grana padana, o zëtë sa e mija. Mirdita, falë, a bën veç një pyetje para se me hi. U ko qëtu një tavolin? A bën me ditë ku është? Më falë, ana që po të pengojnë është a jenë zonë të hongër, po... Më falë, unë gjëm. Unë tja? Një tavolin që të u konë? A bën që të me bu bisede në me hongër në tavolin, si njeri? Jo, që njeri dëshmarë këto, me më përqafu. O shkoj, se s'disha ka me hec. E kom bon në plan kështu në mendjen teme që duhet me kalu ka tavolina. Mi mrama mirë dita si jeni. Mirë më gjes. Mirë më gjes. Aje mirë. Qa ki bo? Era po vjen te për palidhje. Po me në. Palidhje? Ue, kërkur s'ma ka thonë, dhe s'ta shikus. Ej, apo... Ama tu era po të vjen palidhje. Nërta që jom lo, se unë jom lo. Qa kjo ushqim kështu i gjelbërt? Unë jam shumë mund. Paka shumë po i ngjan një ushqimit të bebave, po masi që e kanë hongër. Marë këtë? Nese, me fjallë të tjera, ju pas na përgjigj edhe në ngjyrës e ushqimit. Hale kamera, sa bukur. Do më thonë, sot jom me që si thoi gjelbërt qështu si pjata anës. Për ndryshe, pa humoreska, po era tepër po vjen e shishme e mirë, mezi po pres me hongër jo mund tu shumë, tepër jo mund tu. Shumë jo mund tu. Vesh ku me ta prish pak cefin. Hajt. Para se me provu të. Shumë krip ka shikus. Për një ma. A ki qumë shta në i sen që shto vaja, ja, u kryta, s'ka lidhe. Ty hangër, ty pi uj. Na i molla, qatë ka që Ty lume përzi. hangër, ty pi uj, sepse kocka të supës. A bën me provu veç? Kjo është e jotja, qa? Zhyt e kështu, une ju them tëftuarve me zhyt kështu. Me zhyt? Bam. Po ti shkon bile pjata e thellë, kisha zhyt, po këtu veç rëshet. Okej. Është zi për mrekulli. Po, te për e mirë, po pas na me pi uj 2 det. S'ka lidhje. Te për e mirë. A muj me marrë pjatën kështu mull, dikun? Kemi mull që tash, po e mora ujnë se mu pas ka e mra të fek për krypës shikues. Mu më pëlqen krypa, po deren që të pikë se pas na ditë. Pse me kockat nuk duhet kryp fare, po jo mësuar që vetë veti u dur të shkojnë kryp, dete, biberzi, vetë më shku në dur, harova që kockat edhe e përmenë gjatë gative, ta shikus. Ama kështu zimja është perfekte. A të pëlqen? Shia perfekte, po pak e gjelbë. Për një ma, po era shumë e mirë për vjen. A pëlqen? Shumë e që dhëtë shme, hecë ma ka marrë menja që limoni rënë që ka që mirë që do. Shumë. Edhe ti pak i qita, apo? Me të fut me, po duket veç pak levore. Pak levore limone. Qyre ti fut ja kësaj, mu mës asë në i sanë. Këtu fut që dush. Kripën ja pas kemi fut që gëzën. A po ujë me në e gëna jo? Po qësh jo, qëtar. A ka ujë? Po shë që ta kompru ujën. Po, fillimisht, kemi shku me një reklam. Blokun e pare se një marketing, si tani, këtu që i merë pare të. Haj fol ti i ka une. Marketing, me krejt sponsorat që janë aty, nuk ka nevoj me dhonë veç qash pare sa i jepni kështu. Ka një herë lëshojë një dorën, a bëtëm kështu, hej, a din qka, që një bakshesh. Mirë është, bëni mirë. E thu ju mos e ndroj kanalin se këthejme shumë shpejt. Qa du të mi thonë? Këthejme shumë shpejt, që kus. Kanalin mos gafoni me ndru, se na që tu jena, kena me hongër që të rizotat gjelbë, keni me pa që kena me pi uj. Rene.
Prej më shumë se 100 vjetësh, në Monini jetojmë me dashurinë për vajin e ullirit ekstra të virgjër. Çdo vit përzjedhim ullinjt më të mirë për të krijuar vajra ullirit të jashtëzakonshëm, të cilësisë së lartë, nën kujdesin e Zeferino Monini. Vajra ulliri që pasurojnë edhe gatimet më të thjeshta dhe bëjnë speciale çdo moment të përbashkët. Monini, nga dashuria për vajin ekstra të virgjër të ullirit. Shioni Garofalo. Shikues, rikëthyem nga bloku i marketingut, Gjekin e kemi ty hangër, unë e fshiva po... Unë jam pak në zonë që shpesheni, edhe ashtu po detyrona me hongër se... Tash, ma si s'po me hongër, ta nditën mu edhe lullet me hongër. Meri. Unë e përfilloj me ujë shikues, për ndryshe ujë të pelen, ujë me i mirë shqiptar, nuk e di a konsumon produkte vendore dhe qëfar mendimi ke. Okej, kemi produkte vendore që si janë vend cente me argju, sepse si janë të mira, pik. Është e vërtet. Edhe ne jemi ata që jemi në pamjen e jashtë me shikues, unë nuk muj me shkëlqy me grimin, qëfse më brenda nuk jam e bukur. Qka dhe të thotë qëfse unë nuk ushqehem mirë, shëndetshëm, me produktet mira. Në këtë rast, me kena helmu vetën sot me pak krep, po shgjërë që kena ujë. Sa litra i ki? Sa dush. Mirë. Mirë, i lumit të që si e i detyru me hongër. Kamerës për Po, ama, shikus doni me gatu këtë risotto është për me hera parë që po ha me pesto genovese, si më mësum pasta, sidomos jo penet, jo rigatonit, edhe pesto pulkë. A improvizojnë qështu me receta? Shumë shpesh? Shpesh edhe inspirona prej Instagram, tash rrjete sociale, YouTube po dalin receta. Receta unë po thom, sot është marrë, shikus me të vërtet. Dikur, Altia e marrë me para 2-13 vjetë, ka qena i trendi, e në Prishtinë, unë nuk di as dy vomi, bo... Pse u koni me trend, mus me dit me gatu? Se di, e tash për shot kondër tanë, po i shot reja, trin, ty gjinit, mas ushqimet... Tash edhe po shtyën, kush po gatun ma mirë. Bravo, ama sot je budal shikus, shëngjërish shikus që po nga gjenin të momente, ka të gjene, sot je budal, nëse nuk dhe me gatu. Ti po e lëshon YouTube, mere me veti, telefonin, laptopin, kuzhin, qka bënaj, bën edhe te, që se bën ma mirë që kryzë. Jo, tash qërë ana dorën zamër, në televizor shojmë gjithë shka. Abden, po s'do me thonë që duhet me ditë me bua canë. E vërtet. Abden atë forën me... me atë tipin që këshërë ke futbol. Jo, s'me dish. Au kryo? Jo, me qëta është më speden edhe te. Jo, se se Diago Gjemer halzu për publikën. Po të ka shikus të tu, zë ta që hajnë që si risotto. Thuje, nëse është shumë bim, e bojna bëm. Hajde. Hajde ta më bojnë. Gryja vetë këshyrë diçka, se di që këshyrë. Edhe thot që buri vetë thot që këshyrë qështu qa po bojnë edhe mësohë edhe te. Thot edhe te po këshyrë futbol të anguan, po s'pëden me lujt, ka pëden. Ama është pak ma ndryshme. Po e mora vesh. E mira? Jo krejt sanet duhet me që i këshyrë din me bo. E vërtet. Se, e ke po, lypet një farë talenti i mrena. E vërtet. Se ti e këshyrë, po. Pajtona mi ty. Edhe para se me u këthy prej marketingu të shikos për bes. I tregova Gjilanët qysh kom fillu me bo risotton, kom mendu që zgatuat, po për një me do njere i ban krejt. Qa doni? Këtë po më ishë një bo. Vesh duhet me të pëlqy pak. Sa ma herët i kom humë sa do kilogram se kom qenë ma e plotan, dhe qështu? Mos për maj mend që ka qenë ma e plot. E trash, me tash. E trash, pas ka qenë, okej. Edhe superi, bravo, si manekene. Si manekene! Me vaj kreme. Ja një dhurat nga qa, Berto, ke ullje 20%. Qa muj me ble me këtë 20%? Qka dush? A ka diçka që muj me ble veç me qëtullje? Do më në pak tu kërgja. E po t'ja, për kitë entemija të kuzhinës, meri, po t'i valje, hajgare, po baj. Po, besoj që mundush. Sepse, shikuzi që më nashojnë këtë momentu, në gjithë njëri them shikuzi nëse vinin qa Berto, shfrytëzojnë një kodin shia anës minus 10%, që edhe unë ty po të tonë. Për ndryshe për duqë të në shikuzve tu, mi jo kalëzu. Qa? Që kjo ana, që shto që duket abden shumë serios dhe shumë ase dhe kalëzon gjithë shka po.
qasi storje që sharake din me kallëzu, unë edhe caki, unë nxitëm roba kamerës të kesh. Loti kemi vështirë. Ama nuk e di pse s'kallëzojnë Zuzanet i para kamerës. Si di në shtap se... Do më thonë qash shumë kom kesh, shumë kom kesh. A ta tregojnë Edhe më vjen jona? keq që s'kom tirë në emision, po në emision unë eftojsha zakonisht njerëz që njihen ndërmjet vetit dhe që kanë lidhje diçka. Ti punon veç vet, apo shaj që punon vet? Po. S'dësha me kënd me të thirë. Që ki mund me cake, që ju kanë zbardh flok që 12 vjetë. Të ja ki zbarë nga rëndë. A të tregojnë po shikuze ato me ato 4 shtrofa? Po. Okej. Shikues. Veç pas gotë se ti po kishe qef me usil kakina. Qërë, shkort e shqip, shikus. Unë, babi edhe i dashuri. Edhe po i tregoj, thëmë, babi shiqoj, i thash, sa i menqëm, i thash, qadrat edhe, prej djelit shikus me na mbrojt, me na bohije, sa mirë thash nuk i ka ble me atë pjesën e rënë, po... Me beton, jo me beton, po i ka në gjithë. I ka Mos me vëndu, i nxon thash ven. me shtraf. Edhe filloj a i tha, punë e madhe, tha, 4 shtraf. Ka vëndu, po s'pëna i kesh. Po ti s'me ka zonë njëtë. Ajo. Zdi ma herët merë që kusë që që kalëzoj, isha u shkrive. Ndryshe pa kamera po fletona. Nejse, jo, e kësha tregu edhe para kamerave, po e harova. Po që të tregova ma herët, po që që dhashme. A da tregojmë për ti. Sa kesh që kusë se ka emisionin veç kesh, a? Thash ma herët një të rëtash që mu shumë ka thirë në emision. Ku me ditë sa këshim kesh, Ko me bo një tjetër veç kaj, se o ma trend. A, unë edhe kaj shpejt, e top dhe që ato, po. Okej, ama me kaj të... Po, Si kur gjëve, kejt po kajnë. Po të, o boni farë kohën e fundi që ashtu. Po, kemi shumë e folë shikues me gjekina, qëfar energjia, në një më punë, edhe po e ndjek të super energji me të. Për me po mirë shumë mirë që jetë e shianës, se më këta thash në fillim. Shumë spontane. Fillova me skenar me i tregu, aja, me skenar të lem. Ku ja nisi me mbu regji, para se me i thorë qysh. E ma dhe e boni kjo vetë regjin, më dzojnë kështu ma boni shahmat që gjithë. Lej kamerat na volem. Bravo, po, falemderit. Me zis po pres me ullë për balë, dhe kanë ardhë pyetje, komente e komplimente për ty. Me zi po pres. A i zgjedh edhe ato? E kam zi. Edhe ato? Zvira. Ja. Edhe ato do djeksta, janë zakone... Ki djeksta, ama ti dush me qenë shumë e sinqerë. Po thua? Po. Ja parrajt pak nuk maj. Ja. Shikues haru me e pyt, po e pysen. A din me gatu, edhe ma e pjatën dorë të shojnë që pa për një me, po menojnë që a i gare po për në shikus. Jo, unë jam aktore, ama me hongër kështu hapër një me, kështu se luj. A, ta donë me gate, ma je pulmone. E pyta shikus, qa për të me gatu, o janë ta qka dush. Sinqerisht, ta s'po di qka me këthonë, ta krejti ha. Qka nuk Ama kështu t'jom pak si kinez, kom qef oriz me hongër shumë. Qka nuk han? Orizin e ha me gjithë shka. Po qka nuk han? Qa nuk ha? Nuk ha lakna të zime. Se i vjeni ra shumë e keqe. Nuk ha sujuk, nuk ha qebapa. Nuk ha sujuk, nuk ha jashtë. E di. Qysh më i thanë qebapa, sujuk? E di. S'ko ka normal që E di, nuk pi kafe. Jom shumë bajatic për njerëzit kështu. Jo, si e. Po dhe, po. Kur më vetë na i kush ku me shku me hongër qebapa, nuk di ku du të më hongër qebapa të mirë. Po ha bërek. Qanë bureku? Me djath, me gjirë. Sonë kesha, e mirë është ta. Shumë. Pa, din me gatu edhe qka gatun mësë mire? Hajde. Unë që shtoj improvizimet, i kam, Specialitet. po, veç që qeli frigoriferin edhe dollapat këtyri qam ka Shumë qëllu. mirë. Do me thonë improvizoj. Nuk di me brum kur gjë me bo. Kom tentu me bo pite, po vlam thë ke me këto veç mund është si armë të ftoft me përdor me rok na i kanë, sepse u konë shumë e fort. Okej, s'ka lidhje. Ju ka ardhë pak edhe në gjynase, unë e pa ta tentu me gatu. Edhe tentu në dhata me hongër, po si ngomë me traktorit. Për ndryshe, di edhe ambëlsina me bo, di edhe... Haje mu, maroj që e silë shikus, herra, rej futbol. Kjo për të bëj kompresion. Unë ha shumë ka dole, e Apo, ta shjëm të folë edhe Unë me e ha folë. shumë shpejt, unë jem katastrofë. Unë e ha si tërpjoj, ka dhe, tu di s'ki ha ngër kur, që është të ha. E jo, unë e shijoj kaman. Bravo, Shijen e ja, anës, po e shijoj. Okej, veç që ako mytë krep shikus. O, zot deka. Piwi. Që gjësë jom lopë.
Kjo është i volë me ujën të forta. Atëherë, keme folë shumë me ty, unë kam edhe një dhuratë për ty, por nga Mitelko, Migros, me produktet më të mira italiane, s'na i kanë sjell. Ato çanta që jap çdo javë, por unë kam këto prete, kam marketen. Nuk muj me besu. Hajde zgjedh. Për që ato kam ardhë. Që sa mirë. Ha pëzoni, për që ato kam ardhë. Ma herë të pyeta shikues si tash. A të pëlqen tiramisuja tash? Hajde këtu mi zgjedh. Zgjedh i vet. I ke biskotat nga Viçenci për tiramisu. Hajde zgjedh i pasat, zgjedh orizin çka po don. Si market, do me thonë vështë s'ka nevoj me pagu. Hajde. Këqyre. Këtu kemi për krejt ata që s'kan bo kur risotto, kjo është risotto për 12 minuta, është e gatshme, me djatin mrena krejt. E pas ke për sushi një rrez që aty, është të mu hargju, ta kësha. Ju lutem, ja, pra. Hakuma ki sushi rice nga Skoti shikues. Që të njëjtin edhe unë e përdori, nëse veç dojnë me edit njerëzit. Okej, atëherë. E përdori. Me oriza e krytëm që edhe një, eshtu kini milaneza me shafran, zafferano. Kur shkojmë Milano, përveç modës, shoppingut, shëtitjes, gjithmonë a mi ke dhon kreta? Ja, po ta jap një me kaperi, një salç vertigulio. Po ta jap, po ta jap që edhe një, ty matë shumë të pikit në kur din me lyp, shtu të është. Pret, po t'jap edhe diçka. Ku mi shti këto? Që regullojmë. Se unë e kom marrë pa qantë. E konsumon qumshtin e bademit. Po, veç nuk kesh cica. Ha? Po më e kena këqyrë. Ja kena lyp, se kesh. Nuk e kesh cicat. Ja të lutem, ja këto. E kap janë nxerrin nuk me di. Edhe, këtu nga ponti po t'jap një usull molle. Ko ishi kemë bajnë më s'gjithë një gusë shëqerë. Po kam, ma vonë. Shikus, Deka. ma shumë se kejtë musafirat këmë zonë dhurata, perfekta. Ma qantën tash. Tash edhe qantën. Fillimisht marketing, qa fitu shumë Aj, marketing sa ma shumë lekun me silë këne pari. O mirë më nëgjes, ju që si keni la sytë halo, ju që jeni la komplet, mos i tërë një flokë, s'keni nevoj se nëzet tash. A për dini qajna të buna qëtu? Vesh të hungër të pi. Ju që s'keni hungër halo, munohuni me këthy dyqysh emisionin me këshyrë që kena hungër na. A ju që s'keni hungër, që keni hungër, që mundeni me vazhdu me pina i sanë që të mu fresku, te për eftoft koka, për të knashka. Shumë ma e kom ftof, ma e sa në talë shikues. Ma pas ke ftof. Ta kom taftu, vjerë. E vetës a ke ftof. Edhe vetës. Shikues, sot me ne aktoria e dashur, shumë e pëlqyer, super e talentume. Gjejlane Tërbunja njërë si Gjeki për ndryshe. Jeme të vërtet si një djel, sot na ka në emision. Unë aqëm e lodhër këto zetë se edhe keshën Shqipninja, 3 ditë më shëngjenjem kënash. Ko marrë pak në gjyrë tash, veç në detë jo në rikë. Se s'po merë edhe mu me veti që shtu për ka 2-3 ditë hapëzen kur shkone këthesh, si kur gjë hapëzen. Faleminderit. Publikisht. Jo kështë të thonë, s'ga. Kemi me shku në detë i bashkë. Qëre veç une nuk deshna. Kom pa që ti desh është ndeti, une nuk deshna. Ti qysh delë me qarshama? Aja, une veç këshiri pi qadrës. Po të premtoj publikisht jo për emisionin, nëse ti je in, une jom in shikus, edhe kemi me shku 2 natë në deti bashkë. Veç dush më desh. Hajtë se ja bëj dyqysh. Ja bëj dyqysh. Natë ndalim. Nuk. U shkëri shikus sake. Atë ka dhe diçka, kemi gjiru emisionit, Caki me kërë kështë me nëjë mëzafir kur. Caki dush me pagu valonjës, nuk bënë që shto. Qish me gjiru shikus Caki nuk shkri? Me thira vetë, shikus. Shikus për ndrysha e keni pa që për e pyta ma herët, këtë informatë se kom ditë, për 4 vite ka pas emisionin veç kesh në televizionin ATV, edhe unë tash në intro ma herët dhe ma herët e ceket e këto në kuzhinë, se s'kom ti në emision, ki gabu. Po, shumë kom gabu, tash be vrej. A be vrej, na? Po, ama njeri gabën edhe tani të patu. Si gabu, hajgare, jo. Me të vetë ka qenë një projekt, së unë ti kom pa promët, të
Kom pa ndonjëherë kur kom qenë në shtëpi edhe për me ka qenë veç kesh, veç mu knaq, veç energji pozitive. Sot po mungojnë projektet me energji pozitive. Unë kam një emision, ti ma herët të thënë një koment pse ti je kaq serioze në emision, se më kishtime ke shumë ma herët. Tepër. Nuk e di. Ndoshta që bëj shumë pak monolog me kamerën, veç një intro dhe fokusona ndoshta nga temët e musafire. Po menoj që puna po ta Qashtu, o bo që ashtu emisioni, a din sepse receta e zgudzoj me dështu, jo, gudzoj me dështu. Po jo veç koncentrimin e kite puna, po menoj e tani... Qajo, ndoshta. Do në me bo ma mirë kënej, e harron që mund është edhe mu knaq, me që lita me Kom me bujnë një shoqe si te. Jo që do në me vi. Se kjo i gjenë që, po na shkon energjia shikoj, do t'ishim një tandem. Te dhe ca ke mirë. bojni bashkë, i bëni paret gati, mi leni unë e vi që shtu ka një erë në njavë. O, kuri. A bënë, ca ke? Edhe sa kom po, interpretu me thonë, kete lidha që të na po mungoqet emisione që qesh musafiri. Ose po ofendojnë, ose po kritikojnë, po foljen, mos të folje më lejle teme, zhglë më një fone, po dhe më dina zhglën e ka kalu më një fëja, më një fës, fundosje. Gjuna që si kimu projekte. Qka ndodhi? Qa ndodhi? Sikur që ndodhi shpesh me projektet, po menej... I erdi një fundi që s'ka pas mjarë që i fundi. Nështë ta si shdo është, den po disa rethana e qunë që ashtu, po menej... Televizioni e pat një hapje të jashtëzakonshme kështu, edhe ke shumë i mirë, shumë bukur gjithçka, po më ndi në ndërkohë menoj që te na ndodh shumë shpesh që njerëzve ju hup gjatë rrugës motivi, ju hup diçka dëshira me punu edhe me bo sanet qysh duhet. Edhe menoj që gjatë rrugës disa njerëz të cilët i kisha përreth, nësën me u lodhu, se me u largu, ose me ndru punë, ose ku e di unë. Edhe, si me thonë, nuk i kisha një ekip qysh duhet për me arrit me bo që ato që u dashke. E unë veç vetë, isha shumë e lodhëm për me mëri kreqat energji me e pru. Se unë jam njeri si kretë të tjertë, edhe sigurisht që në një moment të caktum lodhna, hargjohna. E ti po më thu që unë e kam energjinë e mirë. Unë e kam energjinë e mirë që tash jam shumë mirë, sepse s'kom punu na i sanë që mu lodhë, pëten. Po tash aty u dashke me u lodhë para, e mase, gjatë tanë kohës, edhe dikur shpirti jam u lodhë. Apo të mungoj? Më ka mungu në fillim, se rutina më mungoj, po ma ndi u mësova. E mira e neve aktorve është që na jemi të mësum me punu me projekte, edhe projekte tona zgjasin ashtu as zgjasin, edhe jemi në një tjetër projekt, kështu që jemi të mësum me kalu për e njënës në tjetërën. Edhe s'është kështu... Do të rikthesh në televizion në një projekt tjetër? Jo, ma ato, me diçka tjetër. E shef vetën? Para një kohë, s'pë di para disa mujve e pasa një intervistë që dikush më pyetje njëjtën pyetje. Unë po menoj që për momentin nuk e shoh të arsyeshme me u kthy, veç nëse kish me u bën një qasi lloj ftese ku unë kom i pas dë njerëz të cilët kanë me qenë konsistent. Ose që televizioni ka me qenë konsistent, edhe kanë me i bu punët që shduhet në mënyrë profesionale, që gjithë shka më nej me dalë mirë, edhe që unë mos me u marë tani, si që të shte, për shamu, mi la pjatat e me shiktohe, mi ja marë cakit kamerën me gjiru, apo dhe... Po thëmë, adin, kështu të... Nisa për shambull. Alo jemi mrapa, kemi shumë për me mri, shemi shumë mrapa. Për para kamerës, ti duesh, veç me bo për para kamerës, edhe me shëndrit, edhe me bo që ato që je i thirën për me qenë. Ti je ftyra figura për me qenë për para. Gjithë shka tjetër mrapa duhet me qenë dikush tjetër mrapa. Pavarësisht, jo në hapsët shumë media, po mu po vjen mirë ajo sa e tregon interesime dhe krejt po për të dëshiruar. Çdo gjë tjetër? Jo në hap shumë, ama unë po thëmë non-stop që unë i kësha mbyll, si shra më rëzit ca ke, ku sa shumë jau kësha qitë qelësim. Po bon caki shikus kështu. Të thash më herët që komente, komplimente, pyetje shumë interesante, baja i kanë shkrujt, unë i kam përgjith. E aje gati te? Gjithë, me zipres, kam shumë kureshtje. Hajde për hajde. E lexoj edhe ato që më kanë shajtë, se unë e di që së më dojnë krejtë. S'ka shokër kërë ba që me ditë. Që për momentin që ta shëtë më shajtë dikush. Jo. Cili roli kanë gjësuar më shumë e vetën? Cili rol më kanë gjo më shumë e vetën? Rolet që i kom lujt. E bukur kjo. Në të teatër apo në film.
Kur gjë ma shumë se më kanë gjë me vetën se so veç keshi. Do me thonë nëse muj me qujtë qaj një rol që o po në Ka shku shumë. Shumë ti. Kush të ka marrë zemrën momentalisht? For the moment. Nuk muj me kallëdu sepse tani njerëzit po flasin edhe më njohin plot. U kry? O kry, valla, nas muj me kallëdu. Luta. E shkry një poezi u kallëtoj. Kush të ka shoqe si motor internal joke e ka shkru në klapa? Shoqe si motor? Edhe në klapa internal joke i ka shkru. Nuk e di kush është shoqe si motor. Kur të që tje? Ta Se shako unë ja kam që shumë monter. shoqe, pak si motor, pak si shoqe, pak si kom shumë shoqe. Mështë ta se ki shoqe që ka Mos shkru. ka bo fore në kush është. Po se ki shoqe, është Se gjini e ka ma, kondërt. gjini e kondërt E ka ta? shkru që aty tje. Nuk e di. Nuk e di, nuk e. Mos është aktor, s'është aktor. Kalzoj mos emision. Po kallëzom dhe qytar se Po tash jo. më plasa. Ma vonë. Cili është roli që e ke ndjerë më shumë? Do role që i kom një shumë edhe që kanë najtë me mu shumë, që më kanë knaq ose që më kanë myt, janë një rol në teatr që e kom pas, në natën e mirë nanë, edhe një rol tjetër që e kom bu të vikendit udhëtimi në kohë. Janë qëto dy role që shumë i kom pas. Ban men në një resht? Në këto momente që do të kërkanin të qka? Nga ndonjëra? Jo. Po pritë. Nëse kjo e vikendit ajo dihet që u kur gjithë spëtane që të kur. Okej. Sa shpesh e ndëgjon këngën Historia dhe unë Aman, amor. Historia dhe un amor? Po, pritë njerë të resë. Historia dhe un amor? Historia dhe unë amor, se ka ta asrove pas ta shkru. Wow, kështë Sa ka shpesh bërë e ndëgjon komend. Sa shpesh e Ya no ndëgjon këngën. estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Kjo kanga. U emocionu. E ngoj shpesh, po që se pas na ngu shumë atë. Pse u emocionove? Su emocionova, veç U është kangë që emocionove. nuk Kjo është e ke vërtet. shumë shikus, po u emocionu. Po kanga është flet për një histori dashurie. Ya no estás más a mi lado, corazón. Si, mi amor, ku i ke këpucat e kuqe? I kom në dollap. Në dollap te ATV-ja i kom hala, du të më shku mi marrë, mirë që ma kujtut. Sa e donë motrën e vogël? Shumë e du, sidomos që tash që ja Qa ka pistu nis. tash? Sidomos që tash që ja ka nis me hongër avokado me ve, o zot i madhë shumë e du, se deri dje ka hongër hamburgera. Në sa mirë. Jep, Jeni të njëjta? eq. Heq. Me as një motor nuk në gjoj. Sa motra? Na jena 4 motra. Wow. Se cile ama ndryshë se tjetra. Vlla? Kalablak. Jena familje Kalablak A ki gatu në i herë për krejt ata? Atje për shpesh. A din do me thonë me masa, unë zdi që ja kësha dalë në kuzhinë. Jem qysh shumë të veç për ka dy për Veç një? për një, unë e babi që aty. Motra o martua e në shpit vetë. Herë për babin ka një, se di qka është me gatu për Kalablak. A i ki po edhe në misione, veç për një. Ka në me cakë. Edhe për veti veç gjysën e këshit. Ose kjo ke qëllimshme se ka pa që është e gjelët e... Gabova, u desh një kockë, sepse unë e futa 2 kocka në atë sasi të rize. Jo, nështë ta veç krypsi do është me qitë heqë. Po, hezde, po Me qato shkoj kocka. dora, po shkoj dora. Kam cek krejt në fillim, që para x javëve kom qenë në kinema, falte që më keftu, me pa një super film. Se kjo po do në me thonë që nuk kish me shku nëse se kisha ftu. Shumica e shqiptarëve funksionojnë qështo. Nëse nuk ma ki quftesën pse më shkuën me këshirë, se a vëdhin kushe mënë. Jo. Nëse nuk më kishe ftun se kisha ditë për atë film shambull qështë. Unë kom pa të Edoni Rizvanolli disa postime, po edhe ty kur më ftove se kom di që e pjesë e filmit.
Më kam qenë shumë out. E Doni Rizvanolli që ka postu në vazhdimsi, s'ke hitim një këshyra të Jo, filmin kush po lut? Asë një story? Adem pse, se kur unë filloj me shijen, unë shkëputëm nga realiteti dhe shoqënor, shumë pak pi kafe në qytet ose dalë, se fokusin e kam në gjirime. E tani qysh i thirë ti mysafert? Qysh e din që a bojnë mysafert? Po e di unë që ti punë të tjera, unë e di që i aktore, dhe unë di që nuk e pem shitse. Para se me shku të filmi. E kemi një orë të zodhe që ka shumë epizode që kom harua, pësha harova dhe me këthy. E kemi që 4 vite për ndryshe. Unë e gëzohem që halo nuk është thyve, e du shumë. Zja, po e dëgjon? E po ta afroj. Po qenë dhe duket shumë relaksuese. Dëgjoje. Qka të bënd të mendosh kur e shiqan orën e zodhe? Tybe, s'pëdi, a ka shëqera, se po duket i bardh. Krep. Krep është da? Se di, që për shamu tash që për këshyri, relaksu se po duket. Relaksu se. Avden, edhe t'len me kuptu që ka kohë, se shkon shumë ka dale, edhe që duket që ka sasi sa dush, po kjo është një mashtrim optik. Okej, interesant. Edhe mundet shumë shpejt mu mushkja edhe me kalu koha. E do një jetën? E do një jetën? E du jetën. Edhe ka naj dit, a naj moment kur se du, që e shoj, po kalan shpejt. Do më thonë si krejt që kemi naj moment jo të këndshëm. Pa qytur. Po përgjithsi kam dëshirë me jetu. Qka e në horoskop? Peshore. Okej. Po të shumë pozitive, nuk i dim një shajet, unë jam dashë dhe na jena shumë shpërthys. Shpirtthys? Shpërthyes. Aha, Shpërthyes, nuk jemi, po jemi shpërthyes. Pozitiv, po e të energjia jote është fire. Se di që a bojnë peshore dhe tjera, veç unë të kalli. E tash po këthemi të këfilmi. Dhe me thënë, unë nuk isha në Kosovë, isha me një ustem edhe kur ma dërgoj ftesën e pash postjerin. E tash, të jemi si qëpë, nuk e dija që e pjesë e filmi. Shumë mirë. Dhe me Donin, 2 super role, bashkëshort një temë, një realitet që ka egzistu edhe egziston hala, dhe më dhe një film, bashkëpunim mes Malit Zi dhe Kosovës. A jam gabim, më korrigjo? Kam punu prej krejt veneve për rreth që i njohem, ka pas shumë bashkëpunëtor. Do më thonë s'dia ka në kush në këto venet e rajonet që s'kam punu. Literalisht krejt ka pas. Slovenia, Kroacia, Macedonia, Mali i Zi, Serbia, Kosova, krejt janë kuën të përfshim. Një film, një aktrim, një realitet, mënyra që është nisë, mënyra që është përfundon, emocion, të rënqethura shikues, lot, trishtim. Po, është një film që është goxha dramatik, është një dramë. Ta jap një kompliment, dhe me thonë se kom thonë veç une, se fundit, unë që jam një eksperte, jam një shikuse, por deri më sot kemi pas shumë filma, po si ky realizim, ishte fantastik. Faleminderit. I gjiruar në malsi, në mal të zi, realiteti dhe me thonë, filmi me emrin Deri, rolet kryesore e Don Rizvanolli që e përshëndesim se kisha pa me vite. Faleminderit dhe njerë për ftesën, me të vërtet u kënaqa shumë atë natë, kishte shumë të ftuar shikues në kinema. Po, kanë qenë tri sallat kanë qenë të mbushura në premier. Po, edhe ti me një super rol. Të ka shku shumë anana aty. Sta mërmenja. Po, kanuni. Me Deri, gjak, besa, deri do me thonë besa, gjaku me gjak shikues. Ndo njerë them, për disa gjana them, kishim jetu në atë ko, e për disa gjana si kjo sa mirë që nuk jetojmë në atë ko, do me thonë, para syve, pe jep fëmin që shto, ajo nuk e di. Po, ajo është, do me thonë, shumë e vështirë, e di që hala kom dëgju ka vene që jonë në gjakmarje dhe që... Po ajo është veç qysh njës filmi, ma ne qa zhvillohet është kredi qka tjetër. Po, shumë. Duheni me pa shikues, s'ka qenë në për kinema, tash që nuk është mund kinema, ku si kanë mundësi të afrojnë? Nuk e di nëse kanë me vendos
me shfaq në platforma të tjera, po për momentin regjizori e ka një ide që ka me nda në 3 epizode filmin edhe ka me shfaq në televizionet malazeze. E tani a vjen knej pari, a qa bohët, a ja u shet këtë në kana, a e blej këta, a i shdash me blej, nuk të e di. far filma e qa morim na. Por menoj që po, ka me gjetë një mënyrë. Si e përjetove rolin tënë? Jo, zhërë, s'ka qenë komedi. Një gjeljani, një gjek krejt tjetër shikus, një natyrë krejt tjetër e jotja, e ke lujt atë nanën, atë grunë, të asaj kohë, si mi përkast asaj kohë. Qa unë po menoj... kompliment. Po, faleminderit. Je fantastike. Shumë faleminderit. Puna është që nuk është që ndrën njeriu shumë, kështu në esencë. Edhe ajo nana asaj kohë, qasi nana menoj që fatkeqësisht ka edhe sot diku në vene ma të thella, ma rurale. Ajo ishte një grua e cila nuk kishte të drejtën e fjalës edhe të mendimit aty, sepse ishin burrat që vendoshin për gjithçka. E ishte pak e vështirë që mos me fol, mos me u ndëgju dhani i saj, por që shihet edhe në film, ajo munohet me çka do që ka edhe me kitë trupin e saj edhe fizikun e saj, me kallëdu dhimbën që e ka dhe mundu me e bo një zgjidhje tjetër. Se për njerëzit që se kam pa filmin edhe se dim për qa po flasim, ideja është që një familje shqiptare e mbroj një fëmijë shqiptare muslimane, e mbroj një fëmijë të krishter malazez, edhe ushtria e asaj kohë, sepse ndodh në luftën e dytë botërore, që vinë me marrë këtë fëmijë që është i fshehur, këta kanë për detyrë me rujt, sikur që e thotë nderi, kur të vjen mikun shpeduash me mbrojt me gjithçka. Edhe sakrifikojnë. E mandej këta janë të rrezikum, se me thonë krejt familja janë të rrezikum për shkak të këtij fëmijës, po që nderi nuk e lejon në ndryshe, duhen me mbrojt me çka kanë. E kjo është një situatë dramatike tani që nana është e tensionuar sepse ka frikë që po i humb fëmijët e vet. Edhe don me bëj një zgjidhje tjetër. Po burrat e kanë në dorë edhe se bojnë një zgjidhje tjetër që po nejse. Duhen me pa filmin shikoj. Vjen mundësia me pa filmin. Po çfarë. Edhe djali i fëmijës shqiptar që është aty, mandej kom lexuar që ai është një futbollist. Po, ai nuk është aktor hiç. Aq mirë e ka luajtur rolin. Asnjë prej fëmijëve atë nuk janë aktor. Wow, jo befasu. Ai është po futbollist bile i njoftën, tash i famshëm është në Maltëzi. Zivo. S'ka lidhje me aktorin, por që regjizori menoj që ka punu goxha mirë me fëmijët. Edhe që ka mrimi ju. I vetmi problem të filmi që vazhdon me u diskutu, është gjuha, sepse krejt aktorët që flasim aty gjuhën shqipe, secili e fol një dialekt vetin, një tekst tjetër, slang vetin me thonë, s'po guxoj me thonë slang, po që është të... Filmi ka me lëviz në festivale ndryshme në është ka qenë... Ka qenë deri që tash, do me thonë për festivale, po që tash është në fund, e ka kryer rrugtimin. Tash kur flasim. Ke ushtu edhe ti me të, ke pas mundësi? Kom shku në disa festivale, po jo në të gjitha. Edhe ashtu është e vështirë me u financu. Unë kom qenë pjesë e qendrës filmit të Kosovës edhe ata s'mëshin me më dhonë pare se konflikti interesit s'lejke që me u pagu prej pareve të. Kështu që veç kur pagujshin ata Kamali Zjena e kush, unë me paret e mija kom shku njëherë, po është shumë vështirë me argju. Po shpresoj shteti pak ma shumë, ka filmi të marrë parasysh shumë filma tonë. Mirë është, ma mirë është që ka qenë, ma mirë është që ka qenë. E vërtet, po që ja kjo, janë aktorët kryesor, një herë shkën, 2 herë s'mënët, etjer, si do që tjetë. Për ty, se ka shumë e folë, që që mos ta politizojmë misionin, për ty filmi, seriali apo teatri, kë e ndjenë më shumë? Unë e kom një problem të madhë. Krejti ndjenë, krejti donë. Po, e kom një problem të madhë që po qëllova shumë gjatë, nëse rri shumë gjatë në njënën, edhe se bëj tjetërën, des me bo këtë tjetërën. Dhe me thonë, jom të dashtë me i bo të gjitha. E ka kohë që s'kom lujt në teatr, që tash jam në një projekt. Edhe ka kohë tash që s'kom qenë pjesë e filmave, për shkak që qendra filmit s'ma ka leju konflikti interesit.
Gjithashtu edhe serialet i kam ndalu, kështu që për momentin jo me unë me i bo të gjitha. Super. Do me thonë Thërën e shikus, të më thërën e shikus, kejt thërën e po thyrën. Thërën e shikus. Reklama, thërën e qëra, veç kesh. reklama. Ajo busjeshën e mire ki. Vera është e gjatë gjeki, qëfar plane, a do në ditën, a do në malin, qëfar personi je, po në shojshin shikus. I do shproj shumë njerëzit kur ka udhëja. Kalzën ata, shke pas deshë të blosh, ha? Unë nuk desh, no. Unë nuk e du verën. Jashtë. Okej. Që më se do në verën, në kejtë verën rinë deti. E di edhe, unë kësha dash me najtë në deti krejt verën me pas një shpi në deti. Unë se kam shpi, Që po do me shkoj thonë mi deti. majtë kom të tanë ditën shlupa. Qështu edhe me pi edhe me ndeti. Do me thonë mu la me dalë tanë ditën qështu. E pse se do? Për ndryshe që to me najtë Prishtinë, Aha. në që të ndetin tonë, Aha. nuk po du. Faleminderit, asun e s'du. A ka naj sponsor që më gjënë në deti 3 muj dit? Hajde naj agencion që deti, 3 muj gjeki. dit. Për çdo vjet, ama për çdo Veç vjet. kjo. Ma nuk desh. Edhe po më pëlqen vera në mëngjes edhe natën. Ani, hec më Gjatë dëshe. ditës më sheleni. Msheleni, okej. Qa ke diçka hobi? Po shoj shikuj se të kanë djek me atë projektin, edhe garant po thonë bash valla gjunat se kive që kërë se na kishti me kesh. Ty e marë për asysh që e mbo shumë qëra. Dikur të e mba në mend, dhe shumë shikull që përna shonë. Dikur bremi, këthin ora prime time, 8 mramje, 7 mramje, para televizorit me pa emisione, të hareshme, me na disponu, bezet, mu po. shkri, e ki marrë verso ashtë ora, s'ka pas telefona. Krejt janë mbledh. Krejt. Sot po i fajsojnë rrjetet sociale, jo, spajtona. Sot s'ka emisionet mirë fillta, të më thonë ora 8, 9, 7, du krejtën dedikume për politik, debat, se cili televizion e ka bo analistin e vetë, se cili e shonjë një tjetëri. Qka është kjo? S'dimi përdor bombat, ama shumë ju kësha gjujt ka një bombë që shtu në për debate. Gjuna bre, gjuna se ki jatë projekte, gjuna që s'ka projekte tila të na, nuk ka kujze, që unë e shoh Shqipnin, ne jemi shumë rapa, që unë shpesh e thëmë, nëse shkojmë krahasim me Shqipëri, na jemi 20 vite mrapa me media. Unë thëmë, na jena mrapa. Asë një spektakl nuk i kemi. Për fat keq, ma herët ka pas emisione edukative dhe për fëmijë interesante, kreti kemi shiqu. E majnë. Sinqerisht, Unë i kam nuk e këshyrë di. krejt emisionet për fëmi që jo mbo. Krejt. Gjash Krejt me- televizionet i kam pas emisionet për fëmi, me Qashtu. kongë, me Bravo, lojra. me kafsh, gjithçka, me natyrë. Shumë të mira kanë qenë. Gjuna, Edhe plot emisionet të tjera që Po. që kanë qenë shumë fun. Po, tash se di që ka ndodhë, por na ka ramë sysh dikur funget. Duhet më shku të hoqja me na fri. atë pëlqej Santale, Rem. unë njoftu pak shikuese që kesh ndeti më knash, po. Po më pëlqen. Është 100%, jo pse kam sponsor, sepse pa hy shikus në emision, gjeke, tha unë, qofse se ki bo mirë, dreken të kalzoj tash kalzëm. Edhe unë po të thëmë, tash pa full te, pa full te, ka shansa që ka krypë dhe me të vërtet, e kësha të pru. Po nëse s'pëlqen, mos e pe kjo dyte në bivi, shikus e ka Jo pi më ma pëlqej, herë. s'më pëlqej pe pisë, tash ton ajo kryp të dine. Tash qatë më qëtë shqyrë, e langë shmepi. Gjeki, a ki naj andrë që s'tu ka realizu sa i përket profesionet, moj. ku e shef vetën? Jemi në fund intervjisës se me fol me to po u harroj që shikus. Ku e shoh vetën, se di, ku e shoh vetën, unë më vetë mu, ka shkoj. Hajde, ku Për kishe shembull, pas që 3 me muaj shku? në deti, Po. pa u kthy eq. Ta e tash? E para. Po, e dyta? Se di, qysh me u përgjigj se ku e shoh Qysh vetën. dush? Por, Oke, jena këtërim prej 2005-ës, oke? Ki fillu studimet. Aktive, aktore aktive. Her teatr, her serial, nuk je shkëput. Sa është pauza me e madhe jotja? Në qka, në cilën? Që na njohën për këtyre të aktrimin, do me thonë. Në teatr, s'kom lujt prej 2021. S'ka lidhje, që s'ke punu në teatr, po ke qenë pjesë me projekte kështu? Po gjithë, ama jo. Pasive, me të të rria, a e shash shikus, do me thonë, Jo. ke qenë aktive, Së më ka ndodhë asë njëherë. shqyqyr, je me fat. Se dia Je me jenë që ashtu, po unë jam Unë them që je me afer fat. publikut në qëfar do forme. Sepse je shumë e mirë edhe je shumë pozitive. Edhe kam shumë hobi, nështë faleminderit shumë, se shumë jetu më komplimentu, s'po di qa Po me pa thonë. tjetër, unë kur i thiri musafir të Nështë thiri e ka ata për që e shkak meriton. rizotës gjallë.
Jo, nuk e kam. Ja. Edhe më veç po E vegore. di. Ana, shumë faleminderit. Po pak po më qetë në siklet, se Po, a ki s'ka po siklet. komplimentet kanë jetë din me të Jo, komplimentet, qa di? Hajde, më së të ndërhy? mënu pak, atë. Jo. Mu i me herë- bukëzu tani. Jo, se komplimentet kanë erë din me ta përkujtu kush je. Po, Harrojmë. vërtet është, Harroj. harrojmë. Qëra? Unë e gëzona nëse fitoj një projekt, i bëj do pare, u shkoj blek, diçka e qarosi vete, një par puca, një Këto qanta, puca për shambull ku i ki ble? Kur i ki ble? Të i ku ble për ditë lindje, para 2 mujve. Vetë i ki ble me paret e tua? Veti ku ble me paret e mija, Qatë ka thonë dikush? A do me kalzoa? Kaldona se më kaldove mu ma herët mu duk shumë fan. Nejse, jo dhe fan, po edhe një realitet i hidhur të Qata? A, qata po do na? Okej, hajtë shikus. Okej, shikus. Gjdo ditë lindje unë kom qef edhe me festu, edhe me shëtit, edhe gjithmonë e kom, sepse punoj atë shumë, me qarroz vetën. E kom bo një traditën vetë, për shumë kur, të në kohën blejmë, diçka, po qep në 10 orë ja bliva vetës një shantë, ashe se mbylli vitin se për çka e kom një sezonë, sezonat 8 orë, 10 orë, gëzo diçka në vetën, edhe bleva. Edhe për ditëlindje tash po blej diçka, i bleva një parë syza, se kesh në Barcelonë për ditëlindje. Po të shushtu ofër, Po edhe thash, po. me thonë Dragodan. Po. Thash çantë s'po du, se po blej çantat e rroll ty i vnu. Zimu më kishin tek mi blej çto papuqe. Edhe janë shumë elegante, thash edhe një veshën ajer që në emision, në event. Edhe shikus, e kam zakon me telefonit se profesioni e bën të vetën, edhe unë gjiroj, e fotografoj e tjerë. Edhe bona një histori të pasyrja në butik, në një kamë e pata patika, njënë në papuç, tash a di çka, më pëlqej ke kamë aden, dy llojet femnave, edhe ma ngup edhe në patika për diçmëri, po edhe elegante. Hatash po e nxjerrin historia me përshkrimin. Be a boss lady, do me thonë, bossy woman, do me thonë, puno qatë shumë, që ti me mujt me trajtu vetën si princesh, apo si mbretresh, as a queen, treat yourself as a queen, edhe unë e adhurova vetës to papuqe. Edhe merr një koment prej një vllajze, sepse e kish fotografin. Edhe ajo ma herët kur i pash mesazhet ma lartë, më kish komplimentu para x viteve, du shumë, të ndjeki, o të lutna ma shet që qantë. E një herë më kish korrigju, jo që po që, edhe ma ndej ma kishu ha. Ti ka ble plakushe si ki blete. Plakushi. Ka menu për babin tënë, a qa? Nuk e di për naj bab tjetër, nështë ta nuk e di, po... Mu nuk kam bone as me unë djeket shiku se nuk është era parë që marrë kësi komente, mesazhe, nuk e di. Është e vërtet që në ditët e sotit ekzistojnë këta sugar daddies që thojnë në Amerikë, këta baballarët që ju mlejnë qikave, edhe kisha pas që më pas një 2-3 qëse, po se kam as një. Edhe është e vërtet që kjo është dihet që ekziston, edhe ju blejnë, edhe shoqëro zot që ju blejnë. Qashtu. Por femnat të cilat punojnë edhe ti, sheh që punojnë edhe ti, një person që punon në vazhdimësi edhe na të shohim me vjetë të tana, që ti, unë për shembull jo ma larg se sot, të kam pa se çka bën edhe çu e bën emisionin edhe krejt. Që s'është e lehtë. Edhe që s'është e lehtë edhe krejt. Do me thonë kjo, një njeri që punon nuk mund është me ja boni qasi komenti. Edhe, na i njohim llojet e femnave të cilat kanë të tilla dhurata edhe që ju buen. Ama lumet ju për veti. Nese. Edhe unë po du si ju. Po, edhe po. Po, është edhe ajo tjetra, se tash kjo është temë shumë e gjanë, do të më bëjë një epizod për këto, po është edhe ajo që kur femna nuk ka qenë ma e zonja se sot mundësin me u zhvillu e tjera Gjithmonë. Edhe Gjithmonë. kur ma shumë nuk është komentu. Edhe s'ka shanca. Nejse, ndrojmë Ama temë na që duhemi me animu njëna tjetrën, Qashtu. edhe me dhonë vetë besim njëna tjetrës, me motivu njëna tjetrën. edhe unë po du me të motivu ty, hajde një projekt televiziv, diçka qysh din te, që është të veç me kesh. Jo mu motivojnë ata që e kanë seriozisht këtë punë dhe që Qashtu. paguajnë për këtë punë dhe Qashtu. që bojnë që shduhet. Kur jemi te pagesa, Po pra. problem, pa pagesë që gus nuk ka, biden unë e përsa to, ndërsa dikush thot, ana gjdo epizod, po i përmend bashkëpunëtorët, pa tjetër, sepse mos të kisha këta bashkëpunëtorë që i kishim sot, ky epizod me ty nuk do të realizoj.
falë tyre, unë e ti jemi këtu, sepse caki du të mu pagu, unë do na mu pagu, tatimi du të mu pagu, krejt du të mu pagu. Nëse ty s'pagu, ba? Po. Jo, unë të në të shqim që e mora si me hinë market. E ka me egale për një muj. O, zemrën. Une kisha shumë kënaqësinë që t'intervistova, me bisedu me ty do duhet të realizorim edhe një epizod tjetër, se ti ke realizuar shumë projekte. E kam përmend krejt më herët që edhe me stupsat e ke qenë pjesë e gjelit. Qyshke Lindita, qyshke harova jam në tash. Lindita personazhe që kom lujt, po më stani që se man me asone edhe një vjetë në shta haroj. Sa kotra me qenë pjesë e gjelit, sa ka zgjatë bashkëpunime? Në shta 2 sezona ose 3 sezona, diçka janë 6 me 3, s'jo me sigur, po e di që ka qenë kënaqësi e llojit të vetë. Do me thonë, edhe kom qenë shumë e nderume me punu me ata, sepse unë i du edhe shumë i qmoj të gjithë. Edhe menoj që humori të në është i rrallë, edhe natyra të në është i rrallë. Më mungojnë shumë sot. E di që ata tash kanë projekte të tjera edhe janë me të tjera punë, po unë menoj që krejt publiku ka dëshirë me i pa bashkë edhe me kriju prap bashkë. Ja, ndoshta një ditë, ndoshta edhe aq sepse edhe që shtojnë krejt në kohën e vetë, kohën e duhur, momentin qartë. Edhe, po më vjen mirë, që unë se mbylla sezonën pa të fëtu ty. Qede, ajo më në fundit ta? Apja qesim qelësin, a? Ja, edhe një, po du me thonë, kjo sezon, një e para fundit, edhe një gjirim e ka, po du me thonë, për këtë sezon, po më vjen mirë që nuk e mbylla pa të pas. Na ti që të kisha, me të vërtet. Ne kemi planifiku më aty, sepse ka qenë në zonë me shikus me filmin anë e te, edhe unë i kom ljonë hapësirë kudo që ti je lirë. Edhe unë ta di shumë për ndirë që ishe sot të këshia anës. Edhe unë e ty? Jo vetvetja, po ki bo edhe mu me qenë vetvetja. Shumë po më vjen mirë. Shumë falim. S'kjo komplimenti maj madhë. Ja, drokitje. Po t'alo ty, po shkojmë shikus me blokun e fundit marketingut. Edhe do të këthejmë dhe ta mbyllim emisionin bashkë. Kështë të thonë kena me pi kafe bashkë shikus, për kjo kafe nuk pinë, qka pinë ti? Shumë po kom dëshirë pas emisione, me ta të qarros një kafe. Ta shti nuk pinë kafe. Po pi kafe pa kofein? O kry, dek kafeinato për ndryshe shikues. Një ftoft me akull. Një ftoft me akull në këtë temperaturat e larta, unë dhe ti. Me atë qumshtin e bademit pacit. Qashtu, unë dhe ti, përball rrugëve me shumë automjete. Hajde, edhe bujna foto mos të menuj njerëz që na të buaj gare. U kry, po. E tash, me atë kamerën në ndej, ose që me cakin, që me talo cakin. Ty shikues dhe mos ndroj kanalin edhe një herë, se këtemi prapë. Qa kemi boti masi që shkojun? Kallëzaj ma ndej. Të dashur shikues, pas ka me ndodhe dhe diqka masi që shkojun. Ona po të mos me ndru kanalin, ju që do një ndrojeni, se unë s'jom mo. Jo, je. A kok në halo, po, mos gaboni me ndru kanalin. Qashtu. Këtu jom, diqka ka me ndodh, qa ka me ndodh, nuk e di, po shpresoj edhe na i shishe vaja në i sen qështu, se mi ka dhon krejt po. Edhe në deti me i kom e qua, arroba. Ej, qërë mëri kjo furja? 2 ditë në deti kemi? Pas ka me më që në deti. A me të në jo furja, në deti ja më s'pëtoj me të që. Ama me një kusht. Me një gusht? Me një kusht. Me një kusht. Dush më desh. Duna me full me gjyshon për qëtë punë, për më desh. Okej, shijemi. Shikues me shpresën, jeni knaqur me shihjen e anës, edhe unë jam knaqur tepër shumë me gjekin. Faleminderit krejtëve që keni qenë me neve. Edhe Emira. Po unë e mirë. Shumë lullet e bukra e kishe. Tepër. Edhe ujën e kishën shumë të mirë.
Si më i ka të venu sa ujnë të Ju po risotto shumë e mirë ke, S'paska. risotto ke shumë e mirë. Shumë am, Mu kanë hargju pijet, lullet shumë të mira eshen edhe ujën e kishen shumë të mirë. Po, a? Më pëlqej? Po gjysën e piva. Qaj gervera për ti. Se ti e më njëse këtë lullet. E shikujt më në shumë. Faleminderit shumë që tu i mos e peni veç në situata rrethana të jashtëzakonshme. Po, Si sonte. Hajde. Si sot. Pret se pas ka dali kabla. Jem sotin me këtë Më kabla. rrë se unë po më dalin kablat e mija e le këto mikrofonit. Shikue, sot ishim me aktorën fantastike. Gjiki, Gjejlane Tërbunja, shikue, se keni në Instagram, priti që përna nditi, sepse ka both, është shumë normale mos me na njohë çdo kush. Po, Dhe për vërtet ashe diaspora në këto momente, gjeni në Instagram, ka shumë postime të bukura, a ki humor aty sketch, diska? Në Instagramin tam ka shumë gjëra artistike. Gjëra artistike. Kam një pyetje për Ndërsa në Gjikin. YouTube gjeni që doni. A, qa është, një pyetje kom. Ka fillu sepse harova këtë pyetje me ta bu majrit. Ka fillu kohën e fundit dhe stand-up komedia në vendin tonë, jo shumë aktive. Ka disa që janë shumë të fort, i bojnë disa epizoda, e lojnë. Ama Nuk shumë di çfarë mirë është ndodh. të qëndru për momentin. Jam Apo? shumë e lumtur për E stand-upin kom që po pa bëhet e kom pa kolegun Lulzimin, e kom pa Po. kohën e fundit që bëdal, hala se kom pa të me shku me vizitu. Jep. Po ti kur do të bëhesh pjesë e një stand-up comedy? Nuk jam, nuk do ta bëj. Nuk di me bo stand-up, sepse nuk di me bo stand-up, I mytë të gërbera, ama po. di me bo... Qa di? Sa në të tjera, bollë bre bëj ana, Po s'po kredi do dhe, me po bolla. s'di pse e pashin aty që do t'i shkon të shikojsh. Nuk po menoj ja se që di me gabova. bo stand-up. Ok, Adhen, nështë ta muj me provu njerë me ata të shpis me këqyrë që apo keshin ajo, po... Hajtë shko pak ma djatas, unë pak ma majtas, bukura. U fut ma endet e tavolina, jo mësu shiku sa pas tavolina, shumë duket, Me të me mësa qatë veri tavolinë madh. s'bënja i gore. O shit, për hajrë. Se unë ti kom pa videot me tavolinë, erdha thash nalna pak të tavolinë, a vazhdoj s'disha me hec. Mu bojnë vjen mirë që produktet vendore po shita, që Alberto është made in Kosova. Shta që Alberto duen me ma mobilu pak banesën se... Ukri, kur dush hajde. Edhe ju shikues ka do që jeni, e janë që Alberto keni oferta krejt, edhe njëherë falindirit nga loqka e shpirtit zemrës. Për ndryshe që Alberto ka qenë bashkëpunëtori i vikendit që kena pununa me Belin, Blerin Pecin, edhe e di që këta djemte që Albertos kanë qenë shok shumë të mirë me Belin. Kështu që e një bashkëpunimin që kena pas. Janë fantastik që 4 vite janë pjesë shikus me ta, edhe unë këtu jam si në shpinë time. Do me thonë, këto momentene që po gjyrojmë është caki, gjeki, ana edhe sigurimi. Edhe... Krejt kjo shpi është e jo, 3-4 katë, sa është kjo showroom. Smet pi provojmë krejt kauqat edhe kuzhinat. A shkum? Hajde. Dhe kafeinato, kafe shikus, duke dëshiru një të djel fanta Stike. stike. Ciao!